Një shpërthim me lëndë plasëse që praktikisht dyshohet të jetë tritol ka tronditur qytetin e Vlorës në orët e para të mëngjesit të kësaj tenteje. Ngjarja është regjistruar rreth orës 03:40 në lagjen Pavarësia 3, ku objekti i sulmit ka qenë hyrja e një lokali. Shpërthimi ka qenë mjaft i fuqishëm, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në ambientet e biznesit. Nga forca e shpërthimit janë dëmtuar dera hyrëse, xhamat dhe pjesë të tjera të lokalit, ndërsa dëmtime ka pasur edhe një automjet i parkuar pranë vendit të ngjarjes. Fatmirësisht në momentin e shpërthimit nuk ka pasur persona në ambientet e lokalit apo në afërsi të tij dhe përpasoj nuk raportohen të lënduar. Menjëherë pas sinjalizimit në vendngjarje kanë bërritur shërbimet e policisë së Vlorës, të cilët kanë rrethuar zonën për arsye sigurie, ndërsa grupi i ekspertizës kriminalistike ka nisur kthyrjen e vendit të ngjarjes, si dhe mbledhjen e provave materiale të cilat mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rastit. Hetuesit kanë sekuestruar gjurmë dhe materiale të ndryshme, ndërsa po verifikohen edhe kamerat e sigurisë të bizneseve dhe banesave përreth, me synim për të identifikuar autorin ose autorët. Lidhur me ngjarjen, policia e Vlorës doli në një deklaratë zyrtare ku bëri me dije se rreth orës 03:45 në lagjen Pavarësia 3, në derën e një lokali në pronësi të shtetasit me inicialet GP, është vendosur një sasi e vogël e dyshuar lëndë plasëse. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa nuk ka pasur persona të dëmtuar. Shërbimet e policisë kanë reaguar menjëherë duke mbërritur në vendngjarje dhe duke nisur procedurat hetimore. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon veprimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes, identifikimin e autorëve si dhe zbardhjen e motiveve. Deri në këto momente nuk ka pasur persona të shoqëruar apo të arrestuar, ndërsa hetimet janë të përqendruara në disa pista, bëri me dije policia në deklaratën e saj.